Kosova pavarësia kufizuar ose nën pakon ati sajt. Dhe kjo është një fakt tashmë historikisht fakt i kry. Pa më parasysh se Kosova ande domthonë nuk e ka mënjat mosën kritike që tjetë antore o ke bërë për 128 vende, 130 sa duhet, po ashtu edhe pa më njohjen komplete për shteteve të Bashkimit Evropian. Mirë po, kjo nuk e pengon që të vazhdojë të funksionojë si shtet sovran i pamvarur, domthonë si shtet demokratik i lirë. Ndërka që Shqipëria është në një proces shumë delikat, mas 20 vjetë tranzicioni për herë të parë domthonë që afrohet me standarde dhe bëhet pjesë e NATO-s, e Aleancës së Atlantikut Veriut, dhe mos harroni se me këtë traktat parashihet se çdo vend i cili mund të jetë i kërcënuar nga fqinjet apo nga kushtet tjetër, Aleanca është e obliguar që ta mbrojë. Domthonë Shqipëria definitivisht është në nënbërjen e NATO-s dhe asnjë rrezik qoftë nga Greqia, qoftë nga kushdo tjetër nuk mund t'i vijë. Po s'ka nëse ndodh shembulli se mori zoti Kurti që kanë senë dhe Greqia dhe Rusia në NATO, por kanë pasur. Unë jam profet dhe nuk e di çka mund të ndodhë në historia, mund të ketë historia një zhvillim linear hegelian dialektik pozitiv, po me thonë, apo mund të kthehet mbrapa, mund të kthehemi në kohën e guajt, unë nuk di. Unë nuk prejudikoj kur gjë. Ndërka që ato që tha Albini se po të bëheshin dy referendume në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe kjo është një prejudikim. Unë jam për të drejtën referendum, nuk jam kundër referendumit si e drejtë demokratike, si e drejtë qytetare, absolutisht, dhe unë jam që ky opsion mund të mbetet i hapun, por mund të mbetet i hapun për rrethona krejtësisht tjera politike edhe gjeopolitike në rajon. Pse them këtë? Domethënë drejtë e bashkimi me referendum mund vije, po që se bashkimi i shqiptarëve në një shtet ose i këtyre entiteteve politike që tashmë janë entitete politike, Shqipëria, Kosova, si shtete sovrane dhe shqiptarët e Maqedonisë që kanë megjithatë një kornizë që e përbën një entitet shtetëformues në Maqedoni. Dhe kështu që, domethënë, për bashkim duhet që thuhet një po nga të gjithë fqinjet. Ose për referendum. Derisa Serbia, Greqia, Maqedonia, Malizi, madje edhe Italia, me qenë se kemi fqin me det, problemi është se derisa këtu nuk e shohin si mënyrë që ndihmon stabilitetin në rajon, nuk mund të vijë te bashkimi, sepse ne edhe Shqipëria dhe Kosova domthonë e kërcënojnë integrimin. Sepse nuk mund të bësh një pjesë e bashkimit evropian nëse ke konflikt me fqin. Absolutisht nuk mund të bësh as anëtare NATO-s nëse ke konflikt me fqin. Dhe kjo është domthonë ajo që sot për sot janë vetëm tregimet bukura. Problem me fqin ka pasur edhe Shqipëria. Mirë po, ne po jetojmë edhe në politikë, na kemi shumë probleme, unë jam letrar ose kur studiu filozofi, kemi shumë probleme me ato fundin e tregimeve të ndonë filozofinë letërsi. Tash është edhe në politikë një periudhë postmoderne që Robert Kagan, domethënë thotë se nuk vlen as Westfalia madje, që e mbron shtetin para drejtave të njerëzit ose edhe drejtave qytetare. Prandaj domthonë ne po him në një epokë të re ku realisht rreziqet nga luftrat, rreziqet nga tendencat për mja hongër një pjesë ose një copë dikujt janë definitivisht pjesët kaluar. A mund të numëroni fare shkurtimisht, nëse kjo është e mundur nga ju, 2-3 faktor pse Kosova është më mirë të jetë siç është tash? Që është e vërteta, unë nuk ju besoj shumë tregimeve se Kosova dhe Shqipënia mund bëjnë forcë ushtarake, edhe qoftë edhe të bashkume, sepse praktikisht mezi që mbohen kamp me buk. Unë nuk besoj që dy ekonomi krejtësisht deplasume dhe krejtësisht shkatërume mund të bëjnë një fuqi ekonomike. Unë mendoj se Kosova dhe Shqipëria mund të jenë shtete normale dhe t'japin ose të eksportojnë tek vendet tjera fqinje dhe evropiane vetëm ato vlerat e përbashkëta, mbrojtje e drejtave të njerëzit, vlera moderne të qytetënimit, si bashkësi qytetarëve, kurse nuk mund të bëhen as fuqi ushtarake, madje as fuqi ekonomike, këto vetëm janë dëshira tonat, domethënë dhe në këtë aspekt plus tjerash, domethënë unë e mbroj
idejën e Kosovës dhe shtetë pavarur dhe sovran, sepse unë këto kam një punë, kam një familje, kam një tokë, një pronë, një shtëpi, ndërka që intenca historike, domethënë sipas planeve disa qaqeve, në elitave nacionaliste, etnonacionaliste në Serbi dhe në Shqipëri, ideja historike ka qenë ndarja e Kosovës. Dhe nëse Serbia dhe Shqipëria do ta ndajnë Kosovën, unë do ta humsha krejt këtë çka e kam në këtë vend dhe do të shkoja dikun në Shqipëri si refugjat. Unë nuk e kam ndërmend të jetoj si refugjat. Qysh kanë shku kosovarët domethënë gjatë tërë shekullit 20. Zoti Kurti dhe zoti Morati, por do të kalojmë me shtetin e tretë, ku shqiptarët janë faktor në mos shumicë, janë populli i dytë atje. Po, ne jemi vëlla më i vogël. Unë mendoj se edhe nëse njeriu i ndjek këto debate tona do të hetojë një gjë, se te shqiptarët mbizontron vetdia e principateve, jo vetdia të përbashkët. Pastaj ne kemi krijuar një vetdi të përbashkët për kulturë, për gjuhë, për atë, por ne kemi vetdijen edhe për territoret të përbashkëta. Të thonë, Shqipëria nuk është vullnet vetëm i shqiptarëve të Shqipërisë, ai ka qenë vullnet i shqiptarëve të Kosovës dhe të Maqedonisë. Kosova nuk është vetëm vullnet i shqiptarëve të Kosovës, në Kosovë kanë kontribuar gjithë shqiptarët. Andaj, ne duhet njëherë dim ta bashkojmë këtë vullnet përbashkët. Edhe gjejmë se ku do ta materializojmë atë vullnet, në cilin nga konceptet që janë aktuale në botë. Nëse ju shkoni sipas konceptit të Alilit, që thotë se s'mundemi bashkë, ai bie ndesh me konceptin evropian, që thotë bashkim, nuk thotë ndarje. Edhe pse nga ana tjetër ju e keni atë. Bashkimi evropian tjera koncepcione, mirë, po nuk mund shqiptarët të shkojnë, jo të gjakut e të komët, mirë, po s'mund të shkojmë ne në Evropë të coptuar, që Brukseli neve të na bashkoj, nëse ne nuk jemi të vetëdijshëm se ç'është jona. Mandej, paketa shqiptare, më lejo tash, nuk ndërpreva me kur gjë, isha shumë i kujdesshëm, edhe ndëgjova dhe respektoj mendimin e juaj, po atësa timin. Keni sigurt. Edhe e kuptoj, do të thotë. Edhe do të thotë kjo, në Evropa është kontinent i mureve. Dhe këtu prap do të vion te Alili. Ai e ka një murin e Schengenit që s'u ne kaloj, që do të thotë ne jemi të mirut, të mençurit, të edukumit, të pasurit, ju jeni idiotët, budallet. Sot e kësaj dite ju në Bruksel kur përmendi se vjen ndonjë tren prej Ballkanit, ato mendon se na erdhën dilerët edhe prostitutat. Sot e kësaj dite ju kur Brukselit i thoni se turq do të vinë këtu, ato ndjen se kanë arritur në Vjenë, do ta pushtojnë. Domethënë, ne pse i flas këto? Ne gjitha këto duhet t'ja zbërthejmë vetvetes e mandej dalim edhe diskutojmë për potencën, sepse ne shqiptarët nga ndonjëherë sillemi sikur njeriu që mendohet se çfarë duhet të bëjë me pronën që e ka trashëguar nga prindërit. Thonë, nuk ka më tregtar të neveritshëm se ai që shet pronën e atyre që ka trashëguar. Se atë e bën ose Pianeci, ose Bixhoxhiu, ose ai që shkon në për shtëpi publike, ose ai që nuk është i aftë të ruajë arën e vet, edhe familjen e vet. E ne këtu duhet të përcaktojmë ku qëndrojmë. A jemi ata, a mund ta ruajmë ata, se dëshira vetëm nuk ka në botë popull që nuk ka dëshirë të bashkohet. Mirë, po duhet të jesh aq i korrekt ndaj vetvetes e ndaj tjerëve, ta dish se a mund të arrihet ajo. Edhe kur çilet paketa shqiptare pa shqiptarët e Maqedonisë është invalide, ajo prap do të sjellë një gjenerat që do duhet edhe një herë ta bëjë ripaketimin. Po si të bëhet në konstelacionin e sotëm politike, geopolitike, ç'është? Shini, si do të bëhet? Atë ne mund të gënjejmë, mund të flasim gjanat që si mendojmë. Mirë po, bashkimi i Kosovës me Shqipërinë do të thotë edhe bërjen një tregti me Serbinë. Mirë po, unë jam i thtar, nëse fillojmë tregtit, nëse do duhet të fillojmë tregtit, atëherë do të bëjmë tregti me gjithë atë që ne të konsiderojmë si trashëgimi të përbashkët territoriale, ku kosovari